Pralla e Hirushes. Shumë kohë më parë, i donte një vajzë e bukur e quajtur Hirushe. Hirushen e donin të gjithë sepse ishte e sjellshme dhe shumë e edukuar. Por babai i tij i mbetur i ve, besonte se ajo kishte nevojë për një grua që ta mësonte dhe ta rriste me kujdes. Kështu, ai u martua me një grua tjetër e cila kishte 2 vajza. Pas pak kohësh, babai i Hirushes ndërroi jetë dhe ajo duhet të jetonte me njerëkën dhe 2 vajzat e saj xhelose dhe hileqare. O, e shkreta Hirushe, i duhet të bënte gjithçka e vetme. Ajo duhet të gatuante, të pastronte të tërë shtëpinë, duhet të lante rrobat, dhe madje nuk kishte as rroba të bukura, i kishte të vjetra dhe të grisura. Në kohën që njerëka dhe vajzat e saj kishin rroba të bukura dhe jetonin gjithë luks. Por çfarë rëndësi kishte kjo? Ajo nuk ishte e keqe si njerëka dhe vajzat e saj. Hirushja ishte për herë i qeshur, edhe kafshët e vogla e donin atë dhe rinin pranë saj. Ajo kishte shoqëri me miushin e vogël dhe me zogjt. U bënte atyre rroba të vogla për të veshur, u jepte për të ngrënë dhe kujdesi për ta. 2 shokët e saj më të mirë ishin Jaq dhe Gus. Hirushja dhe Jaq ishin për herë duke shpëtuar Gus nga Luciferi, macja e moshuar që i kishte vënë syrin dhe donte ta hante miushin. Një ditë, vjen një letër që i fton të gjithë në mbrëmje në pallat. Njerëka tha, Hirushja mund të vijë, por vetëm nëse mbaron të gjitha punët e saj. Hirushja e lumtur lau, hekurosi, fërkoi dyshemen gjithë ditën, ndërkohë që miqtë e vegjël të Hirushes ja filluan punën për t'i bërë asaj një fustan të bukur. Zogjt e miu e dëvnin shumë Hirushen dhe dëshironin t'ia bënin fustanin surprizë. Dhe ajo e pa se çfarë ata kishin bërë. Ishte shumë e lumtur. Ajo e veshi me njëherë fustanin e saj të mrekullueshëm që miqtë e saj kishin bërë me shumë dashuri dhe vrapoi lart shkallëve që të bashkohej me motrat e saj. Zogjt e miushi kishin përdorur shalla, mbulesa, varse dhe rroba që u përkistin motrave të Hirushes që të bënin kështu fustanin. Fustani duke i mrekullueshëm dhe ngjante shumë bukur mbi Hirushen. Por kur motrat e saj shikuan fustanin, ato e tërhoqën dhe e grisën. Ajo është bluza ime, përtiti njëra. Ato janë razet e mia, përtiti tjetra. Hirushja vrapoi gjithë lot në kopësh. Tani, unë s'mund të shkoj më në mbrëmje, filloi të qante ajo. Mos qaj më vajzë, i tha një se i ëmbël. Unë jam një zanë e mirë dhe kam ardhur të ndihmoj. Pastaj, zana rrotulloi shkopin. 4 miusë të bën 4 kuaj, një kungull i madh rrumbullaku bakaroth. Dhe kështu, një rrotullim tjetër shkopi dhe fustani i grisur i Hirushes u kthye në një fustan të ri dhe të bukur, të paparë më parë. Ju duhet të largoheni nga mbrëmja në mesnat, i tha Zana, sepse mbas mesnate të gjitha këto do të kthehen siç ishin më parë. Gjatë mbrëmjes, princi kërceu me Hirushen gjatë gjithë kohës. Hirushja u ndjesi kur ai ishte në një ëndër. Mbreti dhe duka i madh ishin të lumtur të shikonin princin që binte në dashuri. Po kur ora vajti 12, Hirushja vrapoi dhe iku nga pallati. Ajo ishte me shumë shpejtësi saqë i ra dhe këpuca e xhamit nga mbrapa. Princi vrapon të pasaj, po ishte tepër vonë. Ditën e nesërme, princi dërkoi dukën e madh derë më derë që të gjente vajzën e re që kishte humbur këpucën. Kur ata shkuan të shtëpia e Hirushes, të 2 motrat e saj provuan këpucën, por këmbët e tyre ishin shumë të mëdha. Njerëka Hirushes i tha dukës që s'kishte vajza të tjera në shtëpi, sepse ajo e kishte mbyllur Hirushen në dhomën e saj sipër, me qëllim. Por shokët e vegjël të Hirushes, Gus dhe Juq, vodhën çelsi nga xhepi i njerëkës, hapën derën
dhe e lanë Hirushën të lirë në kohën kur Duka nuk ishte larguar ende. Kur Hirushja doli dhe pyeti nëse mund të provonte dhe ajo këpucën, Njerka e saj u tërbua fare. Ajo e shtyu personin që mbante këpucën me jastëk. Këpuca e xhamit tërë për tokë dhe u thye. Por Hirushja shkoi te sirtari i sipërmi komodinës dhe nxori këpucën tjetër të xhamit që ishte e njëjtë. I bënte tamam. Dhe Duka i madh ishte i lumtur dhe i lehtësuar që i kishte gjetur zonjën e këpucës. Së fundmi, princi do të martohej dhe ëndrat e Hirushës do të ktheheshin në realitet. Kështu, ata jetuan të lumtur dhe të gëzuar përgjithmonë dhe me zemër të mirë.